Faleminderit. Okej. Unë të ndjek gjithmonë, të uroj suksese, që pa të mbarë. Faleminderit. Isha për të thënë që jam i gatshëm javës tjetër, që vinë emision edhe mund të flasim dhe mundësisht nëse ka mundësi të kesh edhe dabullën, se mas e bëjmë një ballafaqim bashkë me zotin Çobani, që nuk i takon të flasë ashtu se është edhe një intelektual i mirëfill. Por gjithsesi më mirë t'i lejmë që t'i flasim nga afër, sepse e shikoj që shkelur shumë mbi mundin e djersën e gjakun mbi klubin e Tiranës, pavarësisht se thonë që klubi unë kam qenë, jam, që po e lejmë, nëse keni mundësi javën e ardhshme, më keni kur të doni në emision. Po. Edhe flasim edhe për financa, për të tjerë, sepse është kthy studio apo një televizion privat prestigjioz me pronar shumë të ndershëm, është kthy domethënë si me qenë një kiosk, edhe një birari dhe flasin njerëz. Më lejohet vetëm një ndërhyrje, zoti president, si gazetar dhe moderatori i emisionit. Unë besoj që bijem dakord, po flas për punën tonë, të paktën ne të dy moderatorëve. Fakti që Jo, po them, fakti, jo, po edhe për të ftuarit. Fakti që Tirana zë një pjesë. Atëherë ta themi që edhe njerëzit kufton, duhet jemi çik të kujdesshëm, sepse nuk mund ta bësh emisionin sipas shefit, që njerëzit të flasin çfarë kanë dëshirë për të thënë edhe të shlojnë shigjetat sipas dëshirës tyre. Ka një farë përgjegjësie. Një njerëz që flet për financat duhet të jetë shumë i saktë, po unë do të marr gjithë evidencën e financave, edhe të shikojmë se si qëndrojnë financat, a janë ashtu siç thonë emision, apo janë ndryshe. Dhe nuk mjafton që të thonë më fal, se gabuam. Por kjo nuk është e drejtë. Se mund të flasësh, që të gjithë janë specialista, mund të flasin për futbollin, kanë të drejtë, mund të flasin për gjithçka. Mund të flasin edhe për qeverin, pse gaboj Rama, pse po bën qeverin, kështu mund të flasin se janë bërë mjeshtra të gjithë, por unë them që e kanë gabim. Edhe them janë shumë gabime dhe kanë flasin pa baza dhe pa argumenta. Unë e vlerësoj, Ka vite që flet, kur do vinë në emision, do ja numëroj unë, e të shikoj, a flet apo s'flet, a digjën edhe tjere, pastaj, se si flasun e që ato dabulle, që ka mund për të thamë për dabulle. Po jo duke këtë person. Të këndjes që të qetësova. Jo, unë e vlerësoj ndërhyrjen tuaj, zoti president, po vetëm ta mbaroj atë, po, jeni i mirëpritur dhe po. Por përgjigjja është po, është e konfirmuar. Aty do të jetë sqarimi më i mirë, ku do ta dëgjojë edhe spektatorët apo dëgjuesit edhe tifozëria. Nuk po bëjmë replika sonte, unë vetëm një fjali ta mbaroj ato të fundit me lejen dhe mirëkuptimin tuaj. Po flas si në emër të dy moderatorëve që jemi ne këtu, por edhe në emër të atyre që kemi pasur në studio. Fakti që pothuajse në çdo studio televizive Tirana zë një pjesë konsiderueshme të diskutimit, të debatit, të çfarëdo lloj gjëje. Më beso, zoti president, që është vetëm dhe vetëm për të mirën e ekipit, sepse pa përjashtim dhe ne që ndoshta nuk mund të jemi tifoz fare, as me një ekip të kryeqytetit, na dhimbset dhe kemi dëshirë që të shohim një kampionat shumë mirë, të fortë, të luftueshëm, që nis patjetër nga Tirana. Unë besoj që dhe Dabulla dhe Çobani dhe gjithë që kanë qenë, besoj ndaj bindje që duke dhënë një opinion të tyre, në fund pastaj bashkohen tek puna që ju keni bërë dhe ecuria e ekipit. Besoj që këtu jemi të gjithë pro, pa dashur të Pra nuk është rastësi që Tirana zë një pjesë konsiderueshme të debatit televiziv. Flas për këtë studio, në tjerat pastaj. Jam plotësisht dakord, kur themi rubrikë sportive, mund të flasim për rubrikën sportive, nuk mund të flasim për financa. Të flasësh për financa, duhet kesh fakt. Edhe fakti është gjë e më e mirë. Nëse ka fakte, thot urdhoj. Ja ku është. Pa fakte nuk është mirë që të flasim, sepse për anën sportive nuk them asnjë gjë, kanë të drejtë të flasin edhe për financa. Por kur s'ka fakte, nuk mund të flasin sipas shefit. Unë kam gati 3 vite që nuk flas as i media, sepse nuk kam dalë. E di se edhe unë personalisht ju kam ftuar. Edhe kur kam dalë kampion, kam dhënë një intervistë atje edhe kaq. Nuk kam folur më shumë, gjithsesi, nëse ju keni dëshirë, patjetër. Do më thonë tjerët, hajde tek mua, e di shumë mirë. Po jo, ne po e mbyllim live që sonte emisionin e javës që vjen është presidenti i Tiranës në studio drejt për drejt. Ju uroj një natë të mirë të gjithëve. Faleminderit.